Në 1914, fuqitë e mëdha të Evropës ndahen në dy aleanca rivale. Antanta e Trefis, Franca, Britania dhe Rusia, të bashkuara në Afrika dhe dyshimi për Gjermaninë, fuqinë e re më të fortë të Evropës. Dhe aleanca e Trefis, Gjermania, e cila e friksoi rrethimin në rivalet e saj, Austro-Hungaria e kapu pas një perandorje të brisë, dhe Italia duke kërkuar fitime me shpenzimet franceze. Shkëndia vjen më 28 qershor në qytetin e Sarajevës. Archduke Franz Ferdinand, trashëgimtari i frontit Austro-Hungarisë, vritet nga një nacionalist slav në 19 vjeçar i quajtur Gavrilo Princip. Austro-Hungaria akuzon rivalin e saj ballkanik Serbinë se ka ndihmuar vrasjen dhe i dërgon një ultimatum, duke kërkuar lëshime poshtëruese. Serbia refuzon ultimatumin dhe Austro-Hungaria shpall luftë. Brenda pak orësh forcat austriake po bombardojnë Beogradin. Cari rus Nikola ndihet i detyruar të mbrojë Serbinë, një kom tjetër slav, dhe urdhëron ushtrinë ruse të mobilizohet. Perandori gjerman Wilhelm i ka premtuar mbështetjen e tij Austro-Hungarisë. Ai dhe generalet e tij e shohin konfliktin me Rusinë si të pashmangshëm, dhe sa më shpejt aq më mirë pasi forca ruse rritet nga viti në vit. Mobilizimi rus përdoret për të justifikuar mobilizimin gjerman, i ndjekur nga një shpallje lufte ndaj Rusisë. Gjermania e di se lufta me Rusinë do të thotë luftë me aleatin e Rusisë, Francën. Ajo ka zhvilluar planin Schlieffen për të përballuar të kërcënim të një lufte në dy fronte. Së pari, ushtria e saj do të përparohej me shpejtësi përmes Belgjikës neutrale për të rrethuar dhe shkatëruar ushtrit franceze pranë Parisit dhe për të fituar një fitore të shpejtë. Pastaj forcat e saj mund të lëvizin në lindje për të marrë me Rusinë, ushtria e madhe së cilës do të marrë shumë kohë për të mobilizuar. Dhe kështu Gjermania e shpall luftë Francës. 6 milion burra po marshojnë tani në luftë në të gjithë Evropën. Italia, megjithatë, mbeten neutrale. Kushtet e aleancës së Trefis nuk e detyrojnë atë të bashkohet me një luftë sulmuese. Shtetet e Bashkuara gjithashtu deklarojnë neutralitetin e tyre. Presidenti Wilson dhe publiku amerikan nuk kanë dëshirë të përfshihen në luftën e Evropës. Britania është aleate e Francës, por në fillim nuk është e qartë nëse do të bashkohet luftës kundër Gjermanisë. Por kur trupat gjermane pushtojnë Belgjikën, neutralitetin e së cilës Britania ka garantuar, një ultimatum dërgohet nga Londra në Berlin duke kërkuar që ata të tërhiqen. Është injoruar dhe Britania shpall luftë. Një forcë ekspeditare britanike zbarkon në Francë, ndërsa pushtimi gjerman mbahet për di vendimtare nga rezistenca belge në qytetin Kala të Ligë. Trupat gjermane kryejnë disa masakra kundër civilëve belg. Mizorit janë fërë në propaganda aleate dhe ndihmojnë në kthimin e opinionit publik në vendet neutrale kundër Gjermanisë. Franca e pavetëdijshme për sumin e madh rrethues të Gjermanisë, nis planin ovo një ofensiv në territorin gjerman. Por në betejën e kufive, ata janë larguar me humbje të mëdha nga të dyja palët. Forca britanike e ekspeditës përleshet me ushtrinë gjermane në Mons, por britanikët janë shumë të shumë në numër dhe së shpejti bashkohen me francezët në tërheqje. Aleatët qëndrojnë në lumin Marne, 40 milje jashtë Parisit. Kundër sulmi i tyre i dëshpëruar shpëton qytetin dhe i kthen gjermanët prapa. Të dyja palët pësojnë një qerek milion viktima. Gara për në det fillon, ndërsa të dyja palët përpiqen të kalojnë njëra tjetër në veri. Një seri përplasjes çon në betejën e parë të Ypres, ku aleatët dëshpërimisht kapen dhe parandalojnë një depërtim gjerman. Nga të dyja palët ka humbje më të rënda. Dy ushtri më pas gërmojnë përgjatë gjithë frontit 350 milje, duke kërkuar strehim nga zjarri vdekjepërës e mitralozëve dhe predhave të artillerisë. Lufta e llogorëve ka filluar. Luftania britanike fitojnë betejën e parë detare të luftës në Heligoland Big, duke fundosur 3 kryqëzor gjerman. Britania ka marinë më të fuqishme në botë, 29 luftanie moderne në krahasim me 19 të Gjermanisë. Tani ato vendosin një blokadë detare në Gjermani, duke parandaluar që malla kontraband përfshirë ushimin të arrinët nga deti. Qëllimi është gjunjëzimi i ekonomisë së Gjermanisë dhe detyrimi i saj të dorëzohet. Por një javë më vonë, kryqëzori britanik Hës-Pafinder bëhet viktima e parë në histori e një arme të vdekjepëruse, silur të lëshuar nga nëndecja. Nëndecet gjermane ose U-boat kanë një rrezë përfaqësore për 9000 miljesh dhe mund të sulmojnë pa u zbuluar nga poshtë valve. Ata paralajmërojnë një sfidë të vdekjepëruse për komandën britanike të deteve. Në frontin lindor, ushtrit ruse pushtojnë Prusinë lindore, por ata gabojnë në katastrofë në betejën e Tannenberg, ku generali von Hindenburg
dhe shefi i tij i shtabit, Erich Ludendorff, organizuan një fitore të shoqërisë gjermane, duke marrë në 10.000 rober dhe duke shkatëruar një ushtri të tërë ruse. Rusët kontribuojnë në humbjen e tyre duke transmetuar mesazhe të pakoduara me valë. Një fitore e dytë masive gjermane në liçenet Masurian i detyron rusët të tërhiqin. Në vetëm 6 javë, ushtria ruse pëson gati 1/3 e 1 milion viktimave. Ndërkohë, pushtimi i Serbisë nga Austro-Hungaria pëson i kthim poshtërues në betejën e Cerit. Ofensiva e Austro-Hungarisë kundër Rusisë gjithashtu përfundon në katastrofë të tërheqje, me humbjen e më shumë se 300.000 burrave. Qyteti Kala e Pëzemys është i prerë dhe i rrethuar nga rusët. Gjermanët detyrohen të vinë në shpëtim, duke nisur një sulm diversioni drejt Varshavës. Ajo çon në javë të luftimesh brutale dimërore rreth qytetit polak, por nuk ka një fitues të qartë. Ndërkohë, perandoria osmane turke i është bashkuar fuqive qendrore, duke i shpallur luftë armikut të saj të vjetër, Rusisë. Anije luftarake turke bombardojnë portet ruse të Odesës dhe Sevastopolit, ndërsa në Kaukaz trupat ruse kalojnë kufirin turk. Për te Evropës, lufta shpërthen në oqeanet e botës dhe në kolonitë e largëta evropiane. Trupat gjermane kalojnë në Afrikën Lindore Britanike, Kenia moderne dhe pushtojnë Tavetën, ndërsa forcat aleate kapin koloninë gjermane të Togolandës, Togo moderne. Por forcat britanike që pushtuan Kamerunin gjerman u mundën në Garua dhe në Sanakong, ndërsa një forcë prej 3.000 vetash që sulmonte Afrikën juperëndimore gjermane, Namibin moderne, kapet në Sanfontaine. Një muaj më vonë, zbarkime britanike në Tanga përfunduan në kaos dhe humbjen nga duart e një force shumë të vogël gjermane të udhëhequr nga koloneli von Lettow-Vorbeck. I shkëputur nga Gjermania, Lettow-Vorbeck vazhdon të zhvillojë një luftë guerile shumë të suksesshme kundër aleatëve, duke lidhur një numër të madh trupash. Në Azi, Japonia nderon traktatin e saj me Britaninë dhe i shpall luftë Gjermanisë. Forcat japoneze vazhdojnë të kapin bazën detare gjermane në Tsingtao. Koloni gjermane të Samoas dhe Guinesë së Re u dorëzojnë trupave nga Zelanda e Re dhe Australia. Por në pasor, në brigjet e Kilit, skuadrilla e fuqishme e Azisë Lindore e admirali Gjerman von Spee fundos 2 kryqëzor britanik në betejën e Coronel. Të dyja anijet humbasen me të gjitha duart. 5 javë më vonë, ai përplaset me një task force detare britanike në ishi Falkland. 4 nga 5 kryqëzorë gjerman janë fundosur. Von Spee zbret me anijen e tij. Ndërsa në lindjen e mesme trupa britanike marrin kontrollin e portit Osman të bazës, duke siguruar akses në naftën jetike persiane që ushin flotën britanike. Atë dimër, trupat austriake më në fund pushtuan Beogradin, por serbët pastaj kundërsulmojnë dhe i largojnë edhe një herë. Luftimet në Serbi kanë kushtuar tashmë rreth 200.000 viktima nga secila palë. Në detin e veriut, luftania gjermane kryen një bastisje godice kundër qyteteve bregdetare angleze, duke bombarduar Hartlepool, Hitby dhe Scarborough dhe duke vrarë më shumë se 100 civil. Në frontin perëndimor, francezët nisën ofensivën e tyre të parë të madhe kundër linjave gjermane. Por betejë e parë e Shampanjës çon në fitime të vogla me një kosto për 90.000 viktimash. Ndërsa në Kaukaz, një ofensivë osmane në përmale në mes të dimrit përfundon në katastrofë në Sarikamish. Viktimat turke arrin në 60.000, shumë të ngrirë deri në vdekje. Në frontin perëndimor, ajo krishtlindje e parë shënohet në disa sektorë nga një armëpushim i shkurtër dhe lojra futbolli në tokën e Askut, zona e vrasjes midis llogoreve. Janar 1915. Lufta e parë botërore është vetëm 5 muajshe dhe tashmë rreth 1 milion ushtarë kanë rënë. Një luftë që filloi në Ballkan ka përfshirë pjesën më të madhe të botës. Fuqitë qendrore, Gjermania, Austro-Hungaria dhe perandoria osmane luftojnë aleatët, Britaninë, Francën, Rusinë, Serbinë dhe Malin e Zi, Belgjikën dhe Japoninë. Në Poloni dhe në Baltik, ushtria ruse ka pësuar një varg humbjesh masive, por vazhdon të luftojë forca gjermane dhe austro-hungareze. Trupat austro-hungareze gjithashtu kanë pësuar humbje të mëdha dhe janë poshtëruar në dështimi i tyre për të mpostur Serbinë. Në malet e Kaukazit, forcat ruse dhe osmane luftojnë njëra tjetër në kushte të ngrira dimri. Ndërsa në frontin perëndimor, trupat franceze, britanike dhe belge janë ngërmuar përballë gjermanëve në llogore që shtrihen nga kanali anglez deri në Zvicër. Si pjesë e fushatës së parë të bombardimeve strategjike në botë, Gjermania dërgon 2 aeroplan gjigant të njohur si Zeppelins për të bombarduar Britaninë.
Ata goditën portet e King's Lynn dhe Great Yarmouth, duke dëmtuar shtëpi dhe duke vrarë 4 civil. Në det, në betejën e Dogger Bank, Marina Britanike fundos një kryqëzor gjerman, por pjesa tjetër e skuadronit gjerman shpëton. Komanda e deteve ka lejuar Britanin të vendosë një blokadë detare të Gjermanisë, duke parandaluar furnizimet jetike përfshirë ushimin të arrijë në vend përmes detit. Gjermania tani hakmerret me blokadën e saj. Ajo deklaron se ura për ishje britanik janë një zonë lufte, ku uboat e saj do të sulmojnë anije tregtare aleate pa paralajmërim. Britania mbështetet në ushimin e importuar për të ushqyer popullsinë e saj. Gjermania ka në plan ta vrasë në uria për të dorëzuar. Në frontin lindor, Field Marshalli Gjerman von Hindenburg nis një ofensivë dimërore dhe i shkakton një tjetër humbje masive ushtrisë ruse në betejën e dytë të liçeneve masuriane. Rusët humbin deri në 200.000 burra. Gjysma e tyre u dorëzuan me skuqeve të ngrira të dimrit. Rusët kanë më shumë sukses kundër Austro-Hungarisë. Qyteti i pëzemys bie pas një rrethimi 4 mujor, duke i lënë rusët 100.000 të burgosur. Humbjet totale të Austro-Hungarisë tani arrin në 2 milion. Ndërkohë, britanikët dhe francezë dërgojnë anije luftarake në Dardanele për të kërcënuar Konstantinopolin, kryeqytetin e perandorisë osmane turke. Ata besojnë se një shfaqje e forcës do të bëjë që Turqia të dorëzohet shpejt. Ata bombardojnë kalat e bregut turk në ngushticat e ngushta, por 3 luftanije janë fundosur nga mina dhe 3 të tjera janë dëmtuar. Sulmi anulohet. Në frontin perëndimor, sulmi britanik në Neuve Chapelle, por përparimi i shpejt ndalet nga tetat me gjemba dhe mitralozat gjerman. Njësitë britanike dhe indiane pësojnë 11.000 viktima, rreth një katërt e forcës sulmuese. 6 javë më vonë, në betejën e dytë të Ypres, gjermanët sulmojnë me gaz helmues për herë të parë në frontin perëndimor. Një rrek gazi vdekje për klori detyron trupat aleate të braktisën llogorët e tyre, por gjermanët nuk kanë rezerva të mjaftueshme të gatshme për të shfrytëzuar avantazhin. Ushtarët në të dyja anët furnizojnë shpejt me maska të papërpunuara të gazit, ndërsa fillon një garë armatimi me armë kimike. Aleatët zbarkojnë trupat toksore në Gallipoli, duke përfshirë burrat të korpusit të ushtrisë australiane dhe Zelandës së Re, Anzac. Qëllimi i tyre është të nxjerrin kalat në breg, që po pengojnë anije luftarake, aleatët të arrijnë në Konstantinopol. Por ata takojnë me një rezistencën e ashpër turke dhe janë fiksuar afër bregut. Një ditë para zbarkimit, perandoria osmane fillon dëbimin dhe vrasjen sistematike të armenëve etnik që jetojnë brenda kufive të saj. Armenët janë një pakicë etnike dhe fetare përsekutuar prej kohësh të dyshuar për mbështetjen e armiqve të Turqisë. 10 mijëra burra, gra dhe fëmijë transportohen në shfëtirën siriane dhe lihen të vdesin. Në total, më shumë se 1 milion armen vdesin. Aleatët i dënojnë ngjarjet si një krim kundër njerëzimit dhe qytetërimit dhe premtojnë se do t'i mbajnë autorët përgjegjës penalisht. Deri më sot, qeveria turke konteston numrin e të vdekurve dhe se këto ngjarje përbërnin një gjenocid. Në frontin lindor, një ofensive përbashkët gjermano-austro-hungareze në Galicia depërton në mbrojtjen ruse, duke rimarrë pëzemys dhe duke marrë 100.000 robër. Është fillimi i një përparimi të qëndrueshëm kundër forcave ruse. Në det, anija britanike e pasagjerëve Lusitania që lundronte nga New Yorku për në Liverpool është torpeduar nga një uboat gjerman në brigjet e Irlandës pa paralajmërim. Një pikë 98 pasagjerë dhe ekuipazhi humbasen, duke përfshirë 128 amerikan. Presidenti amerikan Woodrow Wilson dhe publiku amerikan janë të indinjuar, por Gjermania insiston në linja e linjës ishte një objektiv i drejtë, pasi britanikët e përdorën atë për të transportuar furnizime ushtarake. Në maj, aleatët nisën betejën e dytë të Artois, në një përpjekje tjetër për të thyer linjat gjermane. Francezët kryen sulmin kryesor në Vimy Rigje, ndërsa britanikët nisën sulmin mbështetjet në Aubers Rigje dhe Festubert. Aleatët kanë 130.000 viktima dhe përparojnë vetëm disa mijëra yard. Alver, mi frontin perëndimor, Fokker e Ndetker ndihmon Gjermaninë të fitojë kontrollin e ajrit. Është një nga avionet e parë me një mitraljosa aftë për të qelluar përpara përmes helikës së tij, fal një shpikje të re të njohur si pajisje ndërprerëse. Humbjet e avionëve aleat rritën me shpejtësi, në atë që njihet si Fokker Scourge. Italia e lëkundur nga premtime britanike dhe franceze për përfitime territoriale me shpenzime austro-hungareze, bashkohet me aleatët duke i shpallur luftë Austro-Hungarisë dhe më vonë perandorisë osmane dhe Gjermanisë.
Ushtria italiane bën sulmin e parë kundër pozicioneve austro-hungareze përgjatë lumit Isonzo, por zmbrapset me humbje të mëdha. Ndërkohë aleatët përballen me një krizë në frontin lindor. Rusët kanë filluar një tërheqje të përgjithshme duke braktisur Polonin. Trupat gjermane hynë në Varshavë më 5 gusht. Tsar Nikola shkarkon komandantin e përgjithshëm të ushtrisë. Dukën e madhe Nikola dhe merr komandën personale. Do të jetë katastrofike për carin, pasi ai lidhet gjithnjë më shumë me disfarën ushtarake ruse. Në Gallipoli, aleatët zbarkojnë përforcime në gjirin e Suvjas, por as ata dhe as një seri sulmesh të reja nga anëzaktë nuk mund ta thyejnë ngërçin. Kushtet për të dyja palët janë të tmerrshme. Trupat mundojnë jo vetëm nga armiku, por nga nxehtësia, mizat dhe sëmundjet. Në Atlantik, një ubark gjermane fundos linjën së arabisht. 24 janë humbur, duke përfshirë 3 amerikanë. Në përgjigje të paralajmërimeve të mëtejshme të SBA-s, Gjermania përfundon të gjitha sulmet ndaj anijeve të pasagjerëve. Në frontin perëndimor, aleatët kryen ofensivën e tyre më të madhe të luftës deri më tani, e krijuar për të thyer frontin dhe për të hequr presionin nga aleati i tyre i rrethuar rus. Sulmi francez në betejën e tretë të Artois dhe betejën e dytë të Shampanjës, britanikët me ndihmën e gazet helmues sulmojnë Lowës. Me gjithë fitimet fillestare, sulmet shpejt ngecën me humbje të mëdha nga të gjitha anët. Trupat aleate zbarkojnë në Selanik të Greqisë për të hapur një front të ri kundër fuqive qendrore dhe për të sjellë ndihmë në Serbi. Por aleatët janë shumë vonë. Bullgaria bashkohet me fuqi qendrore dhe ofensiva e tyre përbashkët pushton Serbinë në 2 muaj. A dimër, mbetjet e ushtrisë serbe ikin nëpër malet shqiptare. Humbjet e tyre janë të tmerrshme. Deri në fund të luftës një treta e ushtrisë serbe është vrarë, përqindja më e lartë e çdo kombi. Luftimet e ashpra vazhdojnë në frontin italian, ndërsa trupat italiane nisin betejat e tretë dhe të katërt të Isonzos. Forcat austro-hungareze, edhe pse janë më të shumta në numër, janë ngërmuar në tokë të larë dhe të pamundura për të zhvendosur. Në lindjen e mesme një përparën britanik në Bagdad, bllokohen nga forcat turke në betejën së Sifon, 25 milje në jug të qytetit. Britanikët tërhiqen në Kut, ku janë të rrethuar. Aleatët braktisin fushatën e Gallipolit. 83.000 trupa janë evakuar, shërorazi pa lajmëruar forcat turke. Asnjë njeri nuk është i humbur. Është një nga planet më të mira të realizuara të luftës. Fushata e ka kushtuar të dyja palëve qerek milion viktima. 1915 është një vit i keq për aleatët, humbje të mëdha pa përfitime të prekshme. Por nuk flitet për paqe, përkundrazi të gjitha palët përgatiten për ofensiva edhe më të mëdha në 1916, me taktika të reja të zhvilluara nga dështimet e mëparshme. Të gjitha palët ende besojnë se një fitore vendimtare në fushë betejë është në dorë. Lufta e parë botërore supozohet të ishte një luftë e shkurtër dhe e lavdishme. Por deri në vitin 1916, një lloj ri i luftës së industrializuar kishte parë që numri të vdekurve të rritej në miliona, pa fund në horizont. Bllokada detare kishin filluar të shkaktonin mungesë ushqimi dhe karburantesh në të gjithë Evropën. Ndërsa mijëra gra kishin hyrë në fuqinë punëtore, duke zëvendësuar burrat e dërguar për të luftuar në milionat të tyre. Të gjitha palët po përgatiteshin për një luftë të gjatë. Lufta është ndezur për një vit e gjysmë, ndërsa aleatët vazhdojnë të luftojnë fuqitë qendrore, së fundmi u bashkua edhe Bullgaria. Në det, britanikët mbajnë bllokadën e tyre detare të Gjermanisë, duke penguar importin e ushqimit dhe lëndëve të tjera të parajetike. Gjermania është kundër përgjigjur me një bllokadë uboa të Britanisë, por duhet të kufizojë sumet e saj për të shmangur provokimin e SBA-s neutrale, qytetarët e të cilëve tashmë janë kapur në zjarr. Në frontin perëndimor, trupat franceze, britanike dhe belge janë ngërmuar përballë gjermanëve, të dyja palët të bllokuara në ngërçin e përgjithshëm të luftës së llogoreve. Në frontin lindor, rusët kanë përfunduar tërheqjen e tyre të gjatë dhe kanë stabilizuar linjën, por ushtria e tyre ka pësuar humbje të mëdha. Në frontin italian, trupat italiane kanë nisur një seri sulmesh të kushtueshme dhe të pasuksesshme kundër mbrojtjeve të forta austro-hungareze. Ndërsa në frontin ballkanik, fuqitë qendrore kanë pushtuar Serbinë, ushtria e së cilës është detyruar të bëjë një tërheqje të ashpër nëpër malet shqiptare. Tani, më 5 janar, trupat austro-hungareze sulmojnë malin e Zi. Ata vonohen në betejën e Mojkovcit, por 3 javë më vonë mali i Zi detyrohet të dorëzohet. Në frontin e Kaukazit, rusët nisin një ofensivë të befasishme dimërore kundër forcave osmane turke. 6 javë më vonë, trupat ruse pushtojnë qytetin e Erzurumit.
Në prill, ata kapin portin e detit të zi të Trebizondit. Ndërkohë, britanikët transportojnë 2 motobarka në liçenin Tanganyika në Afrikë. Ata më në fund bërin pas një udhëtimi i 10.000 miljes nga deti dhe toka dhe ndihmojnë britanikët të marrin kontrollin e liçenit strategjik nga forcat lokale gjermane. Në të njëjtin muaj në kamerun gjerman, trupat gjermane të rrethuara në malin Mora për 18 muaj, më në fund u dorëzuan aleatëve. Ajo shënon fundin e fushatës së Kamerunit. Në frontin perëndimor, gjermanët lëshojnë një sulm shkatërues në qytetin francez të Calas Verdun. Generali gjerman Erich von Falkenhayn e di se Franca do ta mbrojë këtë qytet simbolik deri në njeriun e fundit. Plani i tij, sipas fjalëve të tij, është të gjakojë Francën e bardhë në mbrojtjen e saj. Kjo është strategjia e acarimit. Verdun bëhet një nga betejat më të tmerrshme të luftës. Një makinë grirëse ku divizionet e këmbësori shkatërohen pothuajse aq shpejt sa mund të futen në linjë. Në Britani, 1 milion burra kanë dalë tashmë vullnetar për shërbimin ushtarak. Por qeveria e kupton se nuk do të jetë mjaftueshme dhe Britania bëhet fuqia e fundit e madhe që prezanton rekrutimin. Pranverë në frontin perëndimor, trupat britanike janë të fundit që janë pajisur me helmeta qeliku. Natyra e luftës së llogorëve prodhon një përqindje të lartë të plagëve në kokë. Helmeta gjermane Stalin, helmeta franceze Adrian dhe helmeta britanike e qelikut Mark I ofrojnë mbrojtje të kufizuar nga copëzat e predhave dhe copëzat. Portugalia neutrale ka bashkëpunuar me britanikët, të cilët duket se ofrojnë shanse më të mira për të mbajtur koloninë e saj afrikane, Angolën portugeze. Më 9 mars, Gjermania hakmerret duke i shpallur luftë Portugalisë. Në frontin lindor, Rusia nis një sulm pranë liçenit Naroq për të lehtësuar presionin ndaj francezëve në Verdun. Por është një fatkeqësi. Ka 100.000 viktima ruse dhe sulmi nuk ka të largojë asnjë trup gjermane nga luftimet në Verdun. Në Dublin, republikanët irlandezë nisën një revoltë armatosur kundër sundimit britanik. Ajo bëhet e njohur si ngritja e pashëve dhe është shuar pas 6 ditësh luftimesh në rrugë. Në lindjen e mesme, pas një rrethimi 5 mujor, forca britanike në ku dorëzohen. Generali ton shënçon në robëri 9.000 ushtar britanik dhe indian. Rreth gjysma më vonë vdesin nga uria ose sëmundja. Britania dëshiron mbështetjen arabe në luftën e saj kundër perandorisë osmane, kështu që u premtohet udhëheqësve arab një shtet të pavarur arab pas luftës. Por tani Britania dhe Franca nënshkruajnë shëurazi marrëveshjen Sykes-Picot, duke planifikuar pas luftës të ndajnë lindjen e mesme në zonat e kontrollit britanik dhe francez. I paditur për këtë marrëveshje, Hussein bin Ali, sherifi i Mekës, udhëheq arabët në revoltë kundër sundimit turk-osman. Në betejën e Mekës, forcat e tij marrin kontrollin e qytetit të shenjtë. Në frontin italian, forcat austro-hungareze nisën një sulm të befasishëm në Asiago. Mbrojtjet italiane lëshojnë rrugë. Trupat austro-hungareze janë gati të depërtojnë në verë të Italisë. Atë muaj në detin e veriut, flota gjermane e detit të lartë përleshën me flotën e madhe britanike në betejën e Jutlandës. Në të vetme mbetjet të madhe detare të luftës, britanikët pësojnë humbje më të rënda, por pretendojnë fitoren pasi flota gjermane tërhiqe dhe nuk del sërish nga baza e saj për pjesën tjetër të luftës. Për verën e vitit 1916, aleatët kanë planifikuar sulme të mëdha të njëkohshme kundër fuqive qendrore nga lindja dhe perëndimi. Tani ata janë të nevojshëm më shumë se kur për të lehtësuar presionin ndaj francezëve në Verdun dhe italianëve në Asiago. Mbrojtjet italiane lëshojnë rrugë. Trupat austro-hungareze janë gati të depërtojnë në verë të Italisë. Atë muaj në detin e veriut, flota gjermane e detit të lartë përleshën me flotën e madhe britanike në betejën e Jutlandës. Në të vetme mbetjet e madhe detare të luftës, britanikët pësojnë humbje më të rënda, por pretendojnë fitoren pasi flota gjermane tërhiqe dhe nuk del sërish nga baza e saj për pjesën tjetër të luftës. Për verën e vitit 1916, aleatët kanë planifikuar sulme të mëdha të njëkohshme kundër fuqive qendrore nga lindja dhe perëndimi. Tani ata janë të nevojshëm më shumë se kur për të lehtësuar presionin ndaj francezëve në Verdun dhe italianëve në Asiago. Rusët nisën sulmin e tyre të parë. Në frontin lindor, generali Alexei Brusilov ka ruajtur me kujdes elementin e befasisë. Trupat e tij thyen linjat e armikut në disa vende duke përparuar 60 milje dhe duke marrë 200.000 robër. Ky sulm i shkëlqyer megjithëse i kushtueshëm rus e arrin qëllimin e tij,
pasi fuqitë qendrore janë të detyruar të ridislokojnë trupa nga frontet e tjera për të mbështetur linjën. Në det, kryqëzori britanik hyrë sa Hampshire, rrugës për në Rusi, godet një minë dhe mbytet në Orkney. Midis 650 të vdekurve është sekretari i Shtetit për luftën i Britanisë, Lord Kitchener. 3 ditë më vonë Adriatik, trupa italiane Principe Umberto mbytet në një nëndesë gjermane. Është fundosur më vdekje pruse e luftës me 1900 jetë të humbura. Në frontin perëndimor Britania dhe Franca nisën ofensivën e tyre të madhëvërore, Betejë e Somme. Shpresat janë të mëdha për një përparim, por dita e parë është një katastrofë. Një bombardim i gjatë artillerisë aleate dështon të rrëzojë mbrojtjen gjermane dhe valët e këmbësurisë britanike, shkatërrohen nga zjarri i mitralozëve, ndërsa përparohen në tokën e askujt. Brenda pak orësh, britanikët pësojnë 57.000 viktima, një treta e tyre të vrarë. Është dita më e keqe në historinë e ushtrisë britanike, por udhërohen më shumë sulme dhe betejë do të zgjasë edhe për 5 muaj të tjerë. E inkurajuar nga përparimi rus, Rumania bashkohet me aleatët, por pavarësisht një përparimi fillimisht të suksesshëm në Transilvani, Rumania përballet shpejt me një kundërsull nga forca gjermane, bullgare dhe austro-ungarize. Forcat aleate në Selanik përpiqen të mbështesin Rumaninë, duke nisur ofensivën e tyre drejt manastirit. Me trupat serbe në krye ka përfitime të vogla, por rezistenca e fortë bullgare pengon një përparim. Në frontin perëndimor, generali von Falkenhayn më në fund anullon sulmin në Verdun. Ushtria franceze ka ndëruar premtimin e komandantëve të tyre, generali Nivelle, në paseron pas ata nuk të kalojnë, por fitoria vjen me një çmim të tmerrshëm, 365.000 viktima. Gjermanët humbin pothuajse po aq. Verdun mbetet një nga betejat më të përgjakshme në historinë njerëzore. Për humbjen e tij në Verdun, Falkenhayn shkarkohet dhe herojnë gjerman të frontit lindor, von Hindenburg dhe Ludendorff, marrin komandën në perëndim. Ndërkohë, betejë e Somme vazhdon. Pranë fshatit Fleres, britanikët prezantojnë një armë të re që ata shpresojnë se mund të thyejë ngërçin e llogoreve. Quhet tank, por pavarësisht disa sukseseve të vogla, tanket e para janë shumë të pakta në numër dhe shumë të prirur ndaj dështimit mekanik për të bërë ndonjë ndikim të vërtetë. Në frontin lindor, ofensiva ruse Brusilov merr fund. Vlerësimet e viktimave ndryshojnë shumë, por është e qartë që të dyja palët kanë pësuar humbje katastrofike. As ushtria ruse dhe as austro-ungarize nuk shërohen plotësisht. Në frontin italian, luftimet e ashpra vazhdojnë gjatë gjithë vjeshtës, ndërsa forcat italiane kryen sulme të përsëritura dhe të kushtueshme kundër pozicioneve austro-ungarize përgjatë lumit Isonzo. Betejë e Somme përfundon me shiut dhe bajtës së vjeshtës. Aleatët kanë avancuar 10 milje me koston e 600.000 viktimave. Humbjet gjermane janë rreth 450.000. Aleatët sigurojnë veten se kjo është një strategji fituese, sepse me këtë ritëm Gjermanisë do t'i mbarojë së pari burrat. Ndërkohë, fatkeqësia përfshin Rumaninë pasi vendi është pushtuar nga fuqitë qendrore. Forcat rumune pësojnë 1/3 milion viktima. Mbetet e ushtrisë së saj zën pozicion për krah rusëve në frontin lindor. Ademir Franz Josef, perandori i Austrisë, që nga viti 1848 vdes. Ai pasoi nga djali i tij Karl. Në Britani, kryeministri Herbert Ashe detyrohet të largohet nga detyra dhe pasoi nga David Lloyd George, ndërsa generali Joffre zëvendësohet si komandant i përgjithshëm francez nga generali Nivelle, i cili premton fitoren përmes veprimeve të guximshme agresive. Mes ardhjeve dhe largimeve, përpjekjet e presidentit amerikan Woodrow Wilson për të ndërmjetësuar një zgjidhje paqe dështojnë. Asnjë rapal nuk është e gatshme të bëjë lëshime. Më 1916, lufta e parë botërore u shndërrua në një luftë rënimi. Të dyja palët filluan të përqendroheshin më pak në fitimin e fitores në fushën e betejës, sesa të mposhnin armikun dhe të shkaktonin humbje të tilla të mëdha që do të detyroheshin të dorëzoheshin. Në vitin 1917, strategjia do të shtyjë fuqitë e mëdha të Evropës në prag të kolapsit. Gjermania e di se do të humbasë një luftë gjashkatërimi kundër aleatëve, të cilët kanë burime më të mëdha. Kështu, liderët e saj luajnë mbi gjozë. Ata rifillojnë luftën e pakufizuar të nëndecëve, duke besuar se uboat e tyre mund të ndërpresin importet e ushqimit të Britanisë nga deti dhe ta lënë vendin të dorëzohet brenda 6 muajve. Por taktikat e reja të gjuajtjes në pamjen e kuptojnë se anijet neutrale amerikane në mënyrë të pashmangshme do të kapen në mes të zjarrit, duke rrezikuar që Amerika t'i bashkohet luftës në anën aleate.
Vetëm 2 ditë pas fushatës së Housatonis, një avullore amerikane që transportonte grua nga Galveston, Texas në Angli, është fundosur nga një U-boat. Më pas britanikët i kalojnë qeverisë amerikane një telegram që ata kanë përgjuar nga sekretari i jashtëm gjerman Arthur Zimmermann tek ambasadori gjerman në Meksik. Gjermania po inkurajon Meksikën të sulmojë Amerikën nëse Amerika dhe Gjermania përfundojnë në luftë. I ashtu quajturi telegram Zimmermann i bën akoma më shumë presion presidentit Sir Wilson për t'i shpallur luftë Gjermanisë. Në Rusi, viktimat e mëdha dhe mungesa e bukës çojnë në trazira dhe revolucion. Kerry abdikan, një qeveri e përkohshme merr përgjegjësinë duke u zotuar të vazhdojë luftën, por në pjesën e përparme, trupat ruse fillojnë të dezertojnë masivisht. Pas një sër provokimesh gjermane, së herë më në fund i shpall luftë Gjermanisë. Ajo sill burime të jashtëzakonshme për çështjen aleate, por atyre do të duhen shumë muaj për të mobilizuar. Dhe bigjozi gjerman i luftës së pakufizuar në ndece mund të paguajë akoma. Prilli është muaji më i suksesshëm i U-boats i luftës. Ato fundosen 886.000 tona anije aleate, mesatari 17 anije në ditë, të gjitha të mbushura me ushqime dhe furnizime të nevojshme urgjentisht. Britania do të përballet me urinë nëse U-boat nuk mposhten së shpejti. Në frontin perëndimor, britanikët nisën betejën e Arras, një diversion për të mbështetur një ofensivë të madhe franceze të ardhshme. Pas luftimeve të rënda, trupat kanadeze kapin tokën e lartë të Vimy Ridge. Është një fitore kufizuar e aleatëve, por kushton 150.000 viktima aleate në 130.000 gjerman. Mbi llogore, lufta e parë erore ka arritur nivele të reja të sofistikimit dhe afatit. Avionet e zbulimit janë thelbësor për të dalluar pozicionet e armikut dhe për të drejtuar zjarrin e artillerisë mbi to. Avionet scout ose luftëtarët përpiqen të lëzojnë para se të mund të kryejnë misionin e tyre. Modelet të reja avionësh zhvillohen çdo disa muaj, por atë pranverë e përsia e avionëve gjerman çon në humbje të rënda të aleatëve, në atë që njihet si prilli i përgjakshëm. 3 ditë pas rënies së Vimy Ridge, generali francez Robert Nivelle nis ofensivën e tij kryesore. Pritshmëritë janë të larta, por pas suksesit fillestar, avancimi bie dhe viktimat rriten shpejt në të dyja anët. Humbjet në duke të pakuptimta bëjnë që morali në ushtrinë franceze të bjerë. Njësitë të rakllujnë kryengritje duke refuzuar të sulmojnë. Generali Nivelle shkarkohet si komandanti përgjithshëm francez dhe zëvendësohet nga generali Ptain, heroi Verdun, i cili nuk premton më sulme vetvrase. Alver, në mesin e Ridge, tuneli britanik në linjat gjermane dhe shpërtheu 19 mina të mëdha në pozicionin e armikut. Është shpërthimi më i madh i bërë nga njeriu në histori deri më sot dhe i hap rrugën një fitore brillante, por shumë lokale britanike. Në Greqi, mbreti Konstantin, i cili ka favorizuar neutralitetin, detyrohet të abdikojë dhe Greqia bashkohet me aleatit. Qeveria e përkohshme e Rusisë udhëron një sulm të ri, por ofensiva e Korikut është një fatkeqësi. Morali dhe disiplina e ushtrisë ruse është shembur. Nuk mund të mbështetet më për të luftuar dhe kundër sulmi i fuqive qendrore është pothuajse i pakundërshtueshëm. Në det, aleatët fillojnë të grupojnë anijet e tyre tregtare në autokolona, të cilat lundrojnë në shoqërimin detar. Sistemi i ri çon në një rënje të vazhdueshme të humbjeve. Batica po kthehet në luftën e U-boat. Ndërsa pakënaqësia me luftën rritet në Gjermani, parlamenti gjerman Reichstag miraton një rezolut paqe, duke bërë thirrje për një paqe të mirëkuptimit dhe pajtimit. Është injoruar nga komanda e lartë gjermane, e cila tani në mënyrë efektive drejton vendin si një diktaturë ushtarake. Në Belgjik, britanikët nisën ofensivën e tyre të madhe të vitit 1917, betejën e tretë të Ypres. Do të mbahet mend sipas Qendajle. Granatimet e mëdha, shiu dhe kanalet e thyra të ujitës e kthejnë fushën e betejës në një det balte. Në këto kushte të pamundura, të gjitha shpresat për një përparim shpejt quhen. Sulmi ndërpritet pas 3 muajsh, deri në atë moment britanikët kanë pësuar 220.000 viktima, gjermanët 200.000. Në frontin italian, në betejën e 11 të Isonzos, forcat italiane dhe austro-hungareze godasin njëra tjetrën në raskapitje. Janë 150. 000 viktima italiane, 100. 000 austro-hungareze. Atë vit, 1917, lista e kombeve aleate rritet. Brazili, Liberia, Kina dhe Siami, të gjithë shpallin luftë Gjermanisë si rezultat i sulmeve gjermane me U-boat
ose për të fituar favorin e aleatëve. Kina do të kontribuojë me mira punëtor, duke punuar për aleatët në Evropë, lindjen e mesme dhe Azi. Atë vit në lindjen e mesme, forca britanike hakmerën për posurimin e tyre të vitit 1916 në Kut, duke mposur turqët Osman dhe duke marshuar për të pushtuar Bagdadin. Forca britanike në Egjipt përparojnë në përshëtirën e Sinait, por janë hedhur prapa nga forcat osmane në betejat e parë dhe të dytë të Gazës. Në Korik, rebelët arab pushtojnë portin strategjik Osman të Akaba. Ata shoqërohen nga një këshilltar ushtarak britanik, kapiteni të Larence, i njohur më mirë si Larence i Arabis. Alvjesht, sekretari i jashtëm britanik, Arthur Balfour lëshon deklaratën Balfour, duke shprehur mbështetjen për krijimin e një shtëpie kombëtare për hebrejnë në Palestinë. Qëllimi është mbledhje mbështetjen e hebrejve për aleatët, por deklarata bie ndesh me premtimet ekzistuese ndaj udhëheqësve arab. Në tetor, britanikët më në fund fituan në Gaza, duke hapur rrugën për një avancim në Palestinë. 6 javë më vonë, generali Allenby drejton trupat britanike në Jerusalem, duke i dhënë fund 400 viteve të sundimit Osman. Me forcat ruse në rëmuj, Gjermania është në gjendje të lëvizë trupat nga lindja në frontin italian. Në betejën e Caporetos, ata ndihmojnë për të thyrë ushtrinë italiane, duke përparuar 70 milje dhe duke marrë qerek milioni të burgosur. Divizione britanike dhe franceze të nevojshme dëshpërimisht në frontin perëndimor duhet të ridisponohen për të forcuar vijën. Në Rusi, një revolucion i dytë sill partinë bolshevike të Leninit në pushtet. Ai është i vendosur të japë fund përfshirjes së Rusisë në luftë. Në Francë, Georges Clemenceau bëhet kryeministër. I mbiquar të Tigri, ai premton luftë totale dhe fitore totale. Por për aleatët në fund të vitit 1917, fitoria përfundimtare duket e pasigurt. Rusia ka pushuar së luftuari, ushtria franceze pushuron nga rebelimi, fronti italian pothuajse është shembur, dhe përforcimet amerikane duken ende shumë larg. Për momentin britanikët janë vetmja forcë efektive aleate në terren. Pra, sulmi britanik në Cambrai me sulmin e parë të madh të tankeve në histori. Në ditën e parë, gati 400 tanke drejtuan një përparim prej disa miljesh përmes mbrojtjes gjermane. Por më pas tanke prishin ose rëzohen. Gjermanët nxitojnë për forcime dhe fitimet humbasin. Finlanda shpall pavarësinë nga Rusia. Rumania izoluar nga kolapsi rus, nënshkruan një armëpushim me fuqi qendrore. 6 ditë më vonë, Rusia gjithashtu nënshkruan një armëpushim. Fronti lindor aleat nuk është më. 1917 ka parë një fuqi të madhe aleate, Rusin, të eliminuar nga lufta, për ardhin e një aleate të ri dhe të ri, Amerikës. Gjermania e di se vetëm fitoria ushtarake tani mund të shëtojë atë nga mbytyja nga burimet aleate dhe fillon të planifikojë një sulm të fundit, masiv, për pranverën e vitit 1918. 1918, pas 3 vjet e gjysmë lufte, aleatët janë në krizë. Rusia është tronditur nga revolucioni dhe qeveria e saj e re bolshevike ka nënshkruar një armëpushim me fuqi qendrore. Mira trupa gjermane do të lirohen për të luftuar në frontin perëndimor, ku masakra e luftës së llogorëve tashmë ka marrë më shumë se 1 milion jetë. Por edhe Gjermania është e dëshpëruar. Blokada e gjatëtare e Britanisë ka çuar në mungesa dhe trazira sociale në vend. Ndërsa hyrja e Amerikës në luftë si fuqi punëtore të freskëta dhe burime të mëdha për kauzën aleate. Gjermania përballet me humbje të pashmangshme nëse nuk mund të fitojë një fitore të shpejtë në frontin perëndimor. Presidenti i Serbë, Ivan shpall 14 pikat e tij. Ato përshkruan vizionin e tij për një botë pas luftës, duke përfshirë një fund të traktateve sekrete, një reduktim të madhësisë së forcave të armatosura, vetëvendosje për njerëzit e perandorisë austro-hungareze dhe një organizat ndërkombëtar për të zgjidhur mosmarrëveshjet e ardhshme. Por shumica e liderëve evropianë hedhin poshtë idetë e tij si mendime të dëshiruara. Në Brest-Litov, Rusia bolshevike nënshkruan një traktat paqe me fuqi qendrore. Rusia heq një sasi të madhe territori në këmbim të paqes. Gjysmë milion trupa gjermane tani mund të ridislokohen nga lindja në frontin perëndimor, ku generali gjerman Erich Ludendorff planifikon një ofensivë plotë të fundit për të fituar luftën. Ofensiva e pranverës e Ludendorffit i kap aleat në befasi. Trupa gjermane të Stuis, duke përdorur taktika të reja depërtimi, ndihmojnë për të mpostur ushtrinë e pestë britanike, e cila së shpejti është në tërheqje të plotë. Përparimi gjerman kërcënonte ndaj ushtrisë britanike dhe franceze me pasoja katastrofike.
Kështu generali Francis Ferdinand Foch emëroi komandant superm I forcave aleate për të koordinuar strategjinë. Jashtë ambiens, trupat britanike dhe australiane improvizojnë një mbrojtje dhe më në fund ndalojnë përparimin gjerman. Ofensiva gjermane kalon në veri duke synuar portët e kanalit, por britanikët u skaktohnin hermaneve umhet e meda dhe që e parandalohnin ke përparim. Mbi llogore, lufta e parë ajrore vazhdon të përshkallëzohet. Secila palë tani ka më shumë se 3.000 avion në shërbim në frontin perëndimor, por deri në vitin 1918 aleat kanë fituar e përsin ajrore faj burimeve më të mëdha. Më 21 prill, piloti më I famshëm gjerman, Manfred von Richthofen, baroni I kuq qellohet dhe vritet pranë Amiens. Me 30 fitore, ai është asi me pikët më të larta të luftës dhe është varrosur nga aleat me nderime të plota ushtarake. Forca e re e bombardimeve të pavarura të Britanisë nis një bastisë të ditës kundër Kölnit. Kjo shënon fillimin e fushatës strategjike të bombardimeve të Britanisë. Në terren, ofensiva e Ludendorff kalon në jug duke synuar francezët. Trupat gjermane përparojnë 30 milje, por ndalohen në lumin Marne, pikërisht ku divizionet e reja amerikane hyjnë në linjë. Divizioni I serb është I pari që ka parë luftime në betejën e Cantigny. 3 ditë më vonë divizioni I dytë I Shbas fiton fitoren në betejën e Belleau-Eude. Deri tani ka gati 1 milion ushtar amerikan në Francë, me 10.000 të tjerë që mbërrin çdo ditë. Faza e 4 ofensivës gjermane çon në një përparim 9 milje, por më në fund ndalet nga një kundërsun francez. Në Itali, Austro-Hungaria nis një sulm në Asiago dhe lumin Piave për të mbështetur ofensivën e Ludendorff në Francë, por është mbrapsur me humbje të mëdha dhe morali në mesin e ushtrisë austro-hungare së shembit. Trupa britanike dhe franceze zbarkojnë në Murmansk në Rusinë Veriore. Është fillimi I ndërhyrjes aleatëve në luftën civile të Rusisë në anën e forcave të asociuara të bardha ose antibolshevike. Në frontin perëndimor, sulmi përfundimtar I gjermanëve mposet në betejën e dytë të Marnës. Ofensiva e Ludendorffit u ka kushtuar gjermanëve më shumë se 600.000 viktima dhe nuk ka arritur të bëjë përparim vendimtar. Bigjozi I fundit I Gjermanisë ka dështuar. Aleatët tani shkojnë në sulm. Në betejën e Amiens, trupat britanike, australiane, kanadeze dhe franceze të mbështetura nga tanke dhe avion përparojnë 7 milje në një ditë të vetme. Generali Ludendorff quante gustin dita e zezë e ushtrisë gjermane. Trupat gjermane janë të raskapitur, të uritur dhe të demoralizuar dhe fillojnë të dorëzojnë në mira. Betejë e Amiens fillon ofensivën 100 ditore të aleatëve. Lufta e llogorëve ka përfunduar, gjermanët janë në tërheqje të plotë. Në Ballkan, një ofensivë e re aleatëve në Dobro pole depërton në pozicione bullgare. Ushtria e tepruar bullgare shembet dhe 2 javë më vonë Bullgaria nënshkruan një armëpushim. Në lindjen e mesme, forcat e udhëhequra nga Britania I mundin turq në betejën e Megiddos, duke marrë 25.000 robër. Trupat aleate pushtojnë shpejt Damaskun dhe Aleppon. Në frontin perëndimor, Marshal Foch urdhëron një sulm të përgjithshëm. Ushtri britanike, franceze dhe amerikane arrin në linjën Hindenburg, një linjë mbrojtëse përforcuar gjermane dhe depërtojnë. Ludendorff informon kajserin se situata ushtarake është e pashpresë dhe se Gjermania duhet të kërkojë një armëpushim. Gjermania e dërgon një kërkesë presidentit amerikan Woodrow Wilson, I cili në këmbim kërkon tërheqjen e Gjermanisë nga I gjithë territori I pushtuar dhe abdikimin e kajserit. Në frontin italian, aleatët I japin goditjen përfundimtare Austro-Hungarisë në betejën e Vittorio Veneto. Ushtria austro-hungareze shpërbehet dhe 300.000 të burgosur janë kapur. Ndërsa fuqi qendrore përballen me kolapsin, perandoria osmane nënshkruan një armëpushim me aleatët në Mudros. 4 ditë më vonë, Austro-Hungaria nënshkruan një armëpushim me aleatët në Villa Giusti. Në Kiel, flota gjermane e detit të lartë urdhërohet të bëjë një sulm vetvrasës ndaj marinës britanike, por në vend të kësaj ajo kryen kryengritje. Revolucioni përhapet në Gjermani. Kaiser abdikon dhe shpallet një republikë gjermane. Më 11 nëntor 1918, një delegacion gjerman nënshkruan një armëpushim me aleatët brenda karrocës e kurudhore të Marshal Foch në Compiègne. Ai hyn në fuqi në orën 11:00, por luftimet vazhdojnë deri në momentin e fundit. Privati amerikan Henry Gunther vritet duke ngarkuar një mitralos gjerman në orën 10. 59. Ai mendohet të jetë ushtari I fundit I vrarë gjatë luftës së parë botërore.
3 ditë më vonë në Afrikën Lindore, generali Gjerman von Lettow-Vorbeck dorëzon ushtrinë e tij në lumin Chambezi. Për 4 vjeta ai ka lidhur një numër të madh trupash aleate, duke mbetur i pampostur ndërsa është shkëputur nga shtëpia. Ai ende konsiderohet si një nga udhëheqësit më të mëdhenj të guerilasëve në histori. Konferenca e paqes në Paris hapet në pallatin e Versailles, pak jashtë kryeqytetit francez. Delegatët pranojnë një propozim për të krijuar një ligë të kombeve, për të zgjidhur mosmarrëveshjet e ardhshme ndërkombëtare. Traktati i Versailles, i nënshkruar në qershor, imponon kushte të ashpra Gjermanisë. Ushtria e saj është kufizuar nëpër masa, ajo duhet të paguajë dëmshpërblime lufte për aleatët, ajo humbet territorin ndaj fqinjve të saj dhe kolonitë e saj kapen nga fitimtarë. Gjermania duhet gjithashtu të pranojë përgjegjësinë për luftën në një klauzulë të fajësisë së luftës, një burim i pakënaqësisë së qëndrueshme në Gjermani. Kufijtë e Evropës rivizatohen. Polonia rishfaqet pas 100 vjet sundimi të huaj, ndërsa Austria, Hungaria, Çekoslovakia, Jugoslavia dhe një Rumani e zgjeruar dalin nga hiri perandorisë austro-hungareze. Perandoria osmane shpërbëhet. Shtetet e reja, shumica në kontrollin evropian, krijohen në lindjen e mesme. Këtu, si në Evropë, mbyllet fara e konfliktit të ardhshëm, ndërsa në lindjen e largët ishprona gjermane në Kinë janë dorëzuar Japonisë për zemërimin e Kinës. Lufta e parë botërore mori jetën e 9 milionë gjysmëushtarësh, një në 8 prej atyre që luftuan. 21 milion të tjerë u plagosën. Humbën jetën edhe 7 milion civil. Zonat të mëdha të Evropës mbetën të shkatëruara. Perandorit e vjetra u zhdukën, lindën shtetet të reja. Jetën në mbar botën u transformuan. Bota nuk ishte më e njëjta.